unë kur jam pa letër, flas pak në gjysmore, sot që kam dhe letër, mund të flas dhe më gjatë, por do bëj ç'është e mundur që idet kryesore ti përcjell sa më shpejt, edhe sa më saktë sigurisht. Dua ta nis me një ngjarje të javëve të fundit. Gjithë kemi parë në lajme që kemi 2 grupe punëtorësh që janë në greva prej javësh. Kemi naftarët e bankersit, që janë në grevurie madje, prej shumë ditësh, kemi dhe minatorët në Spaç. Në 2 rastet, punëtorët kërkojnë të drejtat e tyre bazike. Rritje page, të përshtatshme me nivelin e çmimeve në Shqipëri, kontrata kolektive, sigurinë punë, gjëra që në vendet me një demokraci normale dhe me një shtet normal të së drejtës, nuk ka nevojë as të protestohet. I lere më të hysh në grevurie. Mirë, në Shqipëri, sigurisht që ne nuk e kemi ende drejtën për t'i pasur këto mundësi në punë, e përpasoj punëtorët do duhet ngrejnë zërin, do duhet edhe të protestojnë fort. Mirë, ajo që është shqetësuese është fakti që pavarësisht këtyre 2 grevave, që ende vazhdojmë, tani që ne flasim ende vazhdojmë, asnjë institucion i shtetit shqiptar nuk e ka vënë ujë në zjarr. Do doja të thosha që si nuk shkoi ministri apo ministre e punës të interesojë për punëtorët, pastaj u kujtova që nga viti 2013 nuk kemi një ministri pune. Edi Rama nga gjërat e para që bëri ku erdhi në pushtet tha, me që partia ime quhet socialiste, edhe me që socializmi duhet të ketë bëjë ndonjë gjë me punëtorët, unë do ta heq fare ministrinë e punës dhe kompetencat e asaj ministrie do t'i shpërndaj në lloj-lloj ministrish. Kështu që ministri pune nuk kemi, inspektorate e institucione të tjera që duhet kujdesur për punëtorët, mund t'i kemi formalisht, por nuk i kemi realisht. Kështu që, siç u thash, asnjë ministër, as kryeministri, asnjë institucion nuk e ka vënë ujë në zjarr për naftëtarët dhe për minatorët. Nga ana tjetër, unë kam parë ca statistika para se të vija këtu dhe jemi dora në zemër ku thret qameti. Në të gjitha pikpamjet jemi ku thret qameti, për sa i përket drejtave në punë. Po marr një statistikë që e gjeni që te faqja e Instatit. Sa është papunësia në Shqipëri? Vit mbas viti lëkundet midis 10 dhe 11%. Këta janë njerëz që duan të punojnë, që kërkojnë të punojnë, që kanë shprehur gatishmërinë për punë, por nuk gjejnë punë. Dhe në kushtet ku 50.000 deri 60.000 shqiptar ikin për vit nga Shqipëria. Pra pavarësisht se kaq shumë shqiptar mosh punë ikin nga Shqipëria, niveli i papunësisë mbetet po një lloj. E po ashtu edhe niveli atyre që ose cifra e atyre që mund të konsiderohen popullsi ekonomikisht jo aktive, që thot njerëz që nuk janë as në punë edhe as në shkollë. Nga ana tjetër, vdekjet në punë janë çdo vit mbi 30 në Shqipëri. Po të shikoni shifrat zyrtare, çdo vit i kemi mbi 30 vdekje në punë. Që të kuptojmë sa e rëndë është kjo statistikë, do duhet ta krahasojmë me vendet e tjera. Sepse për kuptuar peshën e vdekjeve në punë, do duhet të shohim sa vdekje në punë ka për 100.000 banor. Dhe Shqipëria sipas statistikave nga viti në vit ka diku te 6.6 deri 7.7 vdekje në punë për 100.000 banor. Nga shifrat më të larta në Evropë. Pra ne kemi vdekshmëri në punë nga më të lartat në Evropë. Sigurisht, në terma absolut, ne nuk mund të krahasojmë fjalën me Gjermaninë, se Gjermania ka shumë më tepër banor se ne. Po dhe herë, vdekje në punë për numër banorësh, jemi nga rekordmenët e Evropës. Ekziston një mit, zakonisht midis atyre që nuk kanë punuar një ditë dhe kanë jetuar në luks gjithë jetën e tyre, polikan, oligark, se shqiptarët janë dembel. Shqiptarët nuk punojnë. Shqiptarët rrinë kafe. Më po e ka thënë Edi Rama sa është lodhur. E ka thënë kur ka qenë opinionist, e ka thënë kur ka qenë ministri kulture, e ka thënë kur ka qenë kryetar bashkie, e thotë që tani që është kryeministër. Në mal gjuhës e ka, shqiptarët janë dembel, duan liri demokraci. Tani çfarë thon statistikat e po këtij shteti? Apo e organizmave që matin sa punojnë njerëzit. Shqipëria është në vendin e dytë në Evropë për numër orësh pune. Pra punëtori shqiptar punon më shumë se pothuajse të gjithë punëtorët e tjerë të Evropës. 43.7 orë mesatare pune regjistrohet për punëtorin shqiptar, ndërkohë që mesatare e vendeve të Bashkimit Evropian është 36. Më kuptoni? Pra jemi të dytët në Evropë për orë pune për njeri. Në kushtet ku shumica atyre që përpunojnë opinionin publik, që dalin televizor, thonë krejt kundërtën. Thonë që shqiptarët janë dembel. Të dytët në Evropë për numër të orëve të punës. Nga ana tjetër, megjithëse jemi rekordmenët e Evropës për informalitetin punë. Ne kemi llogaritur në programin tonë që informalitetin punë në Shqipëri në rastin më të mirë 44%. Në rastin më të mirë 44%.
ka 60 deri 50%. Duke kryqëzuar dhënat që na jep shteti shqiptar, dalim këtë përfundim. 44% atyre që punojnë, që janë të punësuar ose të vetë punësuar, janë në informalitet, do thotë nuk janë të regjistruar. Fare, punojnë në të zezë. Po të shtojnë pastaj dhe numrin e atyre që paguhen në të zezë. Ajo quhet informaliteti gri, pra që ti një pjesë të rrogës e merr në bank, e një pjesë tjetër ta japi në dorë, shifra është jashtëzakonisht e lartë. Kam përshtypjen, përveç atyre që punojnë në administratë shtetërore dhe pak bizneseve të mëdha, të gjithë tjerët janë pjesë asaj që quhet informaliteti gri. Pra njerëz që marrin rrogën minimale në bank dhe pjesën tjetër të rrogës e marrin në dorë. Dhe kësaj u vidhet mundi i tyre, sepse nuk u paguhen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, do kenë më pak pension nesër dhe do kontribuojnë më pak për pensionistët sot. Nga ana tjetër, ne jemi një vend i cili ka shumë pak inspektor për numër popullsie. Për 10.000 të punësuar, në Shqipëri ka vetëm një inspektor. Do thoni ju shumë apo pak një inspektor për 10.000 të punësuar. Po ta krahasojmë me Republikën e Maqedonisë Veriut, Republika e Maqedonisë Veriut ka 1.7 inspektor për 10.000 të punësuar. Pra ne i pothuajse sa gjysma e Maqedonisë Veriut. Nuk po them sa gjysma e Finlandës apo Suedisë, që janë vende pararojë të respektimit drejtave në punë. Jemi pothuajse sa gjysma e Maqedonisë Veriut. Dhe ç'është më ironikja e dramatikja bashk, është që këta inspektor pune dhe ky inspektorat pune nuk e bën punën e vet. Inspektorët në shumicën e rasteve janë të korruptuar, drejtuesët e inspektoratit janë njerëzit nga më të korruptuarit në Republikën e Shqipërisë. Ne kemi bërë shumë intervista me punëtorët muajt e fundit, dhe ajo që na thon punëtorët është që inspektorati merr në telefon drejtorin edhe i thotë që nesër në ora 10 do vim ne për inspektim. Dhe që gjithçka të organizohet, të vendosen, ku diun, kaskat në kokë, dorezat dhe gjithçka tjetër, e tregohet sikur në punë nuk ka asnjë lloj problemi. Pra janë bërë inspektimet e inspektoratit punës si reportazhet e Blendi Fevziut. E keni vënë re? Që shkon Blendi Fevziu aty në një hidrocentral, edhe del ai pronari apo drejtori i hidrocentralit dhe thotë, ky është hidrocentrali më i mirë në botë, që i respekton më shumë se çdo hidrocentral në botë parametrat mjedisore, edhe Blendi Fevziu thotë, "Wow, vërtet, bravo, bravo, bravo." Tani gjithë e marrin vesh që Fevziu dhe Fevzinjtë e kësaj Shqipërie janë paguar shumë, ne nuk e dim sa janë paguar, po që duket që janë paguar shumë, sepse ato nuk janë emisione informative, janë reklama televizive. Ama reklama të pandershme, janë reklama që nuk shkruajnë publicitet sipër. Ndryshe nga reklamat e vërteta, ku ti e di që në atë 2 minutës apo 3 minutës midis filmit, ti po merr reklamat. Nga ana tjetër, punëtorët në Shqipëri paguhen shumë keq. Shumë keq. Pavarësisht edhe këtu propagandës që thot po i rrisin pagat e po shqiptarët nuk duan të punojnë. Sipas Instatit, po i referohem edhe një herë statistikave zyrtare. Pra, jo sipas zyrës informacionit lëvizjes bashke, që mund dyshoj në njëri që po i frym gjërat. Sipas Instatit, herë e fundit janë regjistruar pagat në Shqipëri, 54.4% e punëtorëve marrin pagë në dorë 500.000 lekë e më pak. Pra 54.4% e punëtorëve, njerëzve në marrëdhënie pune, marrin pagë në dorë, pra neto, 500.000 lekë të vjetra e më pak. Tani po bëjnë llogari, se punëtori përveç do të haj, do të banoj. Edhe nga problemet më dha, sidomos në një qytet si Tirana, është papërballueshmëria e strehimit. A mundet ti me të ardhurat e tua, prej punës tënde të ndershme, prej sipërmarrjes tënde të ndershme, të përballosh blerjen e një shtëpie me kredi ose marrjen e një shtëpie me qira. Dhe unë po marr 2 punëtor fatlum që janë në kulmin e këtij 54.4%, që po marr 2 punëtor, burrë e grua, që marrin rrogë në dorë 500.000 lekë vjetra. Pra një familje me 4 antar, edhe me 2 fëmijë, dhe me të ardhura 1 milion lekë neto në muaj. Dhe kjo familje do dojë të blejë shtëpi dhe do i drejtohet një banke për kredi. Metri katror në Shqipëri më i ulët sot gjendet jo më pak se 1.400 euro për metër katror. Do më bëra një llogari, sikur shtëpia të jetë 80 metra katror, do duhet të paguash 112.000 euro për ta blerë shtëpinë. Tani e zëm se këta janë punëtorë shumë kursimtar dhe 12.000 euro kanë arritur me mishe me shpirt i kursejnë. Prapë se prapë 100.000 euro do duhet i marrin kredi.
U futa në faqen e një banke, thash, po të marrësh 100.000 euro kredi për 20 vjet. Sa duhet jetë kosti kredit çdo muaj? Dhe banka më tha, automatikisht, do duhet paguar 650.000 lekë muaj. Pra kjo familje mesatare, me 1 milion lekë të ardhura në muaj, po të blej shtëpinë më të lirë në Tiranë, për të futur kokën, do duhet që 65% të ardhurave të veta, pra 650.000 lekë muaj, ta paguaj kredi. Strehimi qëndrueshëm na thot shteti shqiptar në ligjin e vet për strehimin, na thot që strehimi qëndrueshëm është ai ku ti nuk paguan më shumë se 25% të ardhurave për të futur kokën brenda. Pra nga 25% të ardhurave që jetë objektivi që strehimi të mos të fundos, kemi shkuar në 65%. Do thoni ju, po ta marrësh shtëpinë me qera, do paguash më pak. Jo shumë më pak, se vështirë ta gjesh shtëpinë me më pak se 500.000 lekë, kështu që një rrogë të iku. Të iku vetëm për të paguar qeran. Kjo tregon se sa të vështira janë kushtet e punës dhe të jetesës për punëtorët në Shqipëri. Mirë, ne nuk na lën rehat edhe fenomene tjera, për probleme tjera. Keni dëgjuar besoj muajt e fundit që diskutohet për kodin e ri penal. Madje ai hartuesi i kodit thotë është kodi më i mirë i hartuar ndonjëherë. Madje edhe mburr dhe vetë, thotë unë jam, thotë ai modeli i të gjithë juristëve të arshëm të Shqipërisë. Vendi ynë në elitën e vet drejtuese fatkeqësisht është përplot me delirant, i gjeni sektorin e drejtësisë, i gjeni në politik, nuk do i gjeni lëvizjen bashkë ndonjëherë, ju siguroj, por ama fatkeqësisht përplot me delirant. Gjithsesi unë e kam studiuar kodin e ri të punës, kodin e ri penal në aspektin e drejtave në punë. Se më ka interesuar shumë. Aktualisht, kodi aktual penal parashikon që dënimi më i rënd për shkaktimin e vdekjes në punë. Pra, ku ata që kanë përgjegjësinë sigurojnë jetën dhe shëndetin e punëtorëve, nuk i marrin masat, kodi aktual penal mund ta dënojë personin përgjegjës deri në 10 vjet burg. Pra me kodin që kemi sot në fuqi, flas për katastrofën më të rëndë për vdekjen në punë, përgjegjësi kushdo qoftë, dënohet maksimalisht me 10 vite burg. Me kodin e ri penal, që duan të votojnë, nga 10 vite burg dënimi maksimal ka përfunduar në 1 vit burg, e kanë pjesëtuar për 10. 100 vrasësh në botën e përparuar mund dënohesh më shumë se sa po e vrave punëtorin prej mos sigurimit të kushteve të punës në Shqipëri. Dhe po i njëjti kod ka parashikuar vite burg për ata që fyejnë përfaqësues të lartë shtetit. Pra qofse ti fyen Bajram Begajn në rrjetet sociale, Edi Ramën, Niko Peleshin, Elisa Spiropalin, këta gjenit politikës ballkanike, evropiane dhe më gjerë, ti dënohesh me shumë vite burg se sa po shkaktove vdekjen punë punëtorit. Tani ky është një shtet brutal dhe ky është një shtet njëkohësisht edhe qesharak. Një shtet dallkaukësh, të cilët kanë dhe pa fytyrësinë, po e them edhe një herë, që në një anë të lehtësojnë deri në bërjen qesharake dënimet për vdekjen në punë dhe nga ana tjetër për censurën, për të mbyllur gojën njerëzve që tallen me pushtetin, parashikojnë dënime më të rënda. Tani, e keni marrë vesh sa ko jeni këtu që ndër disa funksionet që unë kam, se nuk e di për që arsye, kam disa funksione ende në këtë që bëjmë ne, jam aktualisht edhe kandidat i lëvizjes bashkë për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Nuk e dim kur do bëhen zgjedhjet, ne urojmë sa më parë, jemi gati të hidhemi në fushat, mirë nuk e kemi në dorë datë e zgjedhjeve. Presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Jo kemi menduar këto kohë për një program. Dhe programin edhe ta diferencojmë me shtresat ndryshme shoqërore. Po t'u japim përgjigje nevojave, jo vetëm përbashkëta të gjithë qytetarëve, por edhe nevoja specifike të pensionistëve, të punëtorëve, të rinjve, të sipërmarrësve të vegjël, profesionistëve të shtresës mesme. Dhe sigurisht që punëtorët kanë shumë probleme në Shqipëri, mirë po bashkia nuk ka shumë gjëra në dorë për sa i përket drejtave në punë. Do inspektorati shtetëror i punës nuk varet nga Bashkia e Tiranës, ndonse ne kemi menduar në programin tonë që nëse bashkia do t'japi tendera firmave, do duhet të imponojë një standard shumë të lartë të respektimit drejtave në punë. Këtë kemi menduar që ti nuk mund të marrësh kontratë nga Bashkia e Tiranës nëse nuk ke një sindikat vërtet funksionale dhe nëse nuk ke kontratë kolektive me atë sindikat. Pra nëse ti do të marrësh një tender, rrugë, ku diun çfarë nga Bashkia e Tiranës, ti do të kesh një detyrim ligjor ekstra për respektimin e drejtave në punë. Gjithsesi,
fushveprimi i bashkisë për drejtat në punë nuk është shumë i madh. Mirë po punëtorët kanë probleme që lidhen me bashkinë që janë përtej punës. Sigurisht lidhen dhe me punën, po janë përtej punës. Sepse punëtorët kanë familje, punëtorët kanë fëmijë, punëtorët kanë prindër. E kur vjen puna tek fëmijët, unë dua të ndalem tek infrastruktura arsimore sepse kam edhe fort për zemër. Në Shqipëri, në Tiranë, mbi 4.000 fëmijë në vit duan të regjistrohen në një qerdhe ose kopsh publik dhe nuk ka vend. Nuk gjen vend. 44% e atyre që duan të regjistrohen në qerdhe apo kopshte kthehen mbrapsht sepse nuk ka vend në qerdhe dhe në kopshte. Dakor? Qerdhe dhe kopshte aktuale janë të mbi populluara. E prap nuk ka vend. Detyrohen që ose t'i çojnë në qerdhe dhe kopshte private, ku çmimi shkon deri 400.000 lekë për fëmin muaj, ose t'u përplasin prindërve që t'i mbajnë prindrit gjatë gjithë kohës kur punëtorët janë në punë. Tirana sot mund të ketë nevojë për rreth 100 qerdhe dhe kopshte të reja në mënyrë që të gjithë fëmijët të arsimohen në mënyrën e duhur dhe me parametrat e qëndrueshëm. Mirë, nuk ndërtohen qerdhe dhe kopshte. E para nuk ndërtohen sepse kudo që ka një hapësirë ku ti mund ndërtosh diçka, ata që hapin lejen nuk mendojnë si ndërtojmë qerdhe, si ndërtojmë kopshte, si ndërtojmë shkollë, po thonë si ngrejmë kull. Pra dhe aty ku ka hapësirë publike, poshtë digës liçenit, po ndërtohen kulla, do ndërtohen kulla oligarkët. Ishte hapësirë publike, ishte një parkim, përveç se kemi një parking më pak për qytetin. Po ishte një hapësirë e mirë për ndërtuar të paktën një shkollë. Nuk bëhet. Nuk bëhet sepse ti nuk mund të vjedhësh aq shumë me shkolla, qerdhe e kopshte sa të vjedh duke dhënë leje për kulla. Pa arsye e parë pse ne nuk kemi infrastrukturë arsimore në qytetin e Tiranës, është se hapësira publike ose hapësira që mund të bëhet publike nuk shihet si një mënyrë për të ndërtuar infrastrukturën arsimore, po për të pastruar paratë atyre që ndërtojnë kulla. E dyta, në Shqipëri vidhet shumë. Nuk mund të ketë qerdhe, shkolla, kopshte publike cilësore, qofse vazhdojnë e vjedh Belinda Balluku doli ditë e fundit, Erion Veliaj, Edi Rama. Nuk mund të ketë infrastrukturë arsimore. Nuk mund të kemi në shërbime cilësore qofse këta vazhdojnë vjedhësin mes jetë. Legjenda urbane është që politikanët e Shqipëri, pushtetarët e Shqipëri e kanë haraqin 20%. Mund të jetë dhe më shumë. 20% duan për çdo tender, për çdo leje ndërtimi e do individualisht pushtetari. Qoftë ky kryetar bashkie, qoftë ministre, qoftë kryeministër. Edhe shpjetova ca libra historie dhe thash, sa ishte haraqi në kohën e feudalizmit, në mesjet. Dora në zemër dhe aty 20% ishte. 10 i merrte kisha, 10 i merrte zotëria feudal, 20% mërsin mesjet. Edhe këta sin mesjet. Haraq atëre, haraq tani. Pa këto nuk janë taksa, dhe taksa vjen pastaj. Se edhe në feudalizëm kishte taksat që ta merrte mbreti për të financuar ushtria, për të ndërtuar një rrugë. Taksa vjen pastaj, ky është haraqi, kjo është thjesht vjedhja. 20% mesjet, 20% në shekullin 21. Prandaj shumë aspekte nga pamja e mënyrës qeverisjes. Ne në Shqipërinë, Tiranë jemi ende në mesjet. Dhe ata që i kemi mund të jenë veshur bukur, mund të flasin gjuhë huaja, mund të vringëllojnë nganjëherë dhe diploma perëndimore, por janë feudal. Janë dallkauk, janë njerëz që mendësia dhe praktika e tyre është jashtëzakonisht anakronike. Pra janë hajdut dhe hajdut të llojit më ordiner të mundshëm. Prandaj, Tirana sot e Shqipëria nesër ka nevojë për qeverisje të ndershme, ka nevojë për një qeverisje kompetente, ka nevojë për një qeverisje me ide të guximshme, me programe të qarta, dhe mbi të gjitha ka nevojë për një qeverisje që ka vullnetin ta shtrijë vendimarrjen të qytetarët, jo vetëm t'i dëgjojë qytetarët, po edhe t'u mundsojë qytetarët që të bashkëvendosim edhe një herë në Tiranë, Shqipëri e kudo ku na arrin fjala. Nuk e di sa e zgjata, por po e lëm me kaq. Faleminderit.